konceptin tim. Çdo njeri në sytë e mi, nëse nesër do kisha pushtet, çdo njeri që shprehet kundër Skënderbeut, kundër Ismail Qemalit, kundër luftës çlirimtare të Kosovës, kundër luftës çlirimtare nacional çlirimtare të partizanëve me fjalë të viteve 39-44, e figura të tjera të rëndësishme që kanë lozur rol në mbrojtjen e identitetit shqiptar, në mbrojtjen dhe prezervimin e tokës shqiptare dhe në territorit të gjithë tërësisë territoriale shqiptare e të tjera. Po të kisha pushtet sot, do të vija automatikisht nenin për agitacion e propagandë 8 vjet burg me pakti. Ikën apo riesh puna jote. Ikën apo riesh puna jote. Unë këtu jam kategorik. Çdo njeri që shprehet kundër Skënderbeut, ti e di që unë kam bërë kallëzim penal kundër Edi Ramës, që unë në gjuhën Melonit. Sa për të jeni me që zotëria vjen nga Italia, kërkoni çik mirë se do të gjeni edhe një Jo, pa ikur aty. Më shpjegosh çfarë qëndrimi ke ti për Skënderbeut. Ti e ke thënë por për hir të kësaj bisede. S'ka nevojë. Edhe vet Mattarella, presidenti italian, ka thënë që Skënderbeu dhe sheshi Skënderbej është simbol i krenarisë së këtij vendi. Dhe kushdo që mundohet ta poshtëroj këtë, normalisht duhet të përfundoj me një padi penale. Okej, këtë e shpjeguam. Prit. Tani çfarë vështrimi ke për Skënderbeun në një? Skënderbeu ishte njeriu që nuk harroi nenën, nuk harroi baban, nuk harroi shtëpinë, nuk harroi atë, e kupton? Që ruajti në vetvete dashurinë për atë dhe bëri gjithçka që ky atë të mbisundoj. Prit të mbaroj, lëri provat pastaj. Të lutem. Unë nuk folas një fjalë kur theti. Unë nuk folas një fjalë. Pastaj për ato prova që ke gjetur ti atje, mos harroj që sot po bëhet nami me të gjitha format e manipulimit dhe të falsifikimit të dokumentave për të thënë që Skënderbeu ishte zagari këtij apo i atij. E kanë thënë edhe për Ismail Qemalin. Gjasme kanë gjetur prova në Vjenë, po sot çdo gjë është e falsifikueshme. Dhe e falsifikueshme në mënyrë të tillë që ti të mos marr për të. Nuk është absolute kjo. Sepse as ju për mua është absolute edhe sikur të mos jetë edhe një herë, edhe sikur të mos jetë e vërtet, është e vërtet. Përderisa prit ta imponojmë atë. Jo, patjetër. Kanë imponuar këta me shkollën. Dëgjoj këtu, patjetër. Imponuar apo i pa imponuar, ky vend është yni. Dhe nëse ti thuaj Skënderbeu prit kjo të eliminon identitetin origjinal. Jo, lëre identiteti, nuk më duhet fare identiteti origjinal. Identiteti origjinal jam unë jam shqiptar dhe se i dorë nga. Me forcë ti në këtë mënyrë. Me forcë pa forcë, jo. Se nga kjo kemi me forcë, edhe një herë, me forcë futet anti-shqiptaria. Anti-shqiptaria futet me forcë. Të gjithë shtetet rreth rrotulla, Italia, edhe një herë, Italia. Çfarë Italia thot ne jemi me rrën kristiane thot. Po s'po duhet mua se çfarë thot Italia. Po duhet e di fare. Kulturë edhe një herë. Edhe një mos ngatro gjëra. Të lutem mos në rysh. Të lutem mos në rysh. Unë nuk në ryra kur të lutem që ta kemi argumente. Unë nuk folet. Të thot këndvështrimin e vet, jo që ta kemi personale. Këndvështrimi atëre. Këndvështrimi im sa për dijeni që ta dini juve dhe mos flasim broçkulla, kështu që kemi identitet, prit të mbaroj unë. Shqiptarët me ADN janë pjesë e kësaj toke në 80% të ADN-së së gjendur. Janë super shkencore, bile të gjetura me mjetet më të sofistikuara edhe tani që po flasim. Kështu që mos lexo ato propagandën italiane atje që është komplet anti-shqiptare, të mbaroj njërun, prit të mbaroj njërun. Të mbaroj njërun. Të thotë që mos ju kthej që mos lexoj. Po pra që mos lexoj. Atëherë, këndvështrimi edhe një herë, këndvështrimi se po të fillojmë të marrim, po të dalë edhe unë dal keq tani si po të them. Po të marrim historinë edhe të studiojmë nga rrenjë, nga dek, çka kanë thënë italian, çka kanë thënë austriakët, çka kanë thënë grek. Perceptimin tënd ndjenjë. Ta thash edhe një herë. Në sekondën që një njeri. Jo, pjesë që çfarë thatë ju. Pra si është ti Skënderbeun, siç e nisi që u kthye ke nëna, ke toka, ke shtëpia, mbrojtja dheun e tjerë. Është normale që turqit dhe kronikanët dhe gazetarët edhe pushtetarët atje ta kenë hal në sy Skënderbeun.
normalisht, sepse praktikisht ai ishte fillesa e përmbysjes së perandorisë osmane. Ndryshe të sigurojon Italia sot do fliste turqisht. Franca, Anglia do flisnin tëra turqisht, ti je i sigurt për te. Skënderbeu ishte ajo pjesë, ajo pikë kyçe që i tregoi botës që edhe një vend fare i vogël mund ta ndaloj këtë dorë gjakatare. Pavarësisht të mbaroj unë. Ai ishte detyruar se tradhtoja ndaj do i shërbente këtyre. Kush i detyruar? Kush e detyroi atë për të tradhtuar sipas teje? Kush e detyroi? Ai u tregoi lehtë Angel. U tregoi lehtë. Po, u tregoi lehtë se kujtoi prit edhe një herë. Kryqëzata fitoi. Edhe një herë. Ky i leti edhe një herë. Është i u bashku kryqëzatave jo kombë. Kush të tha ty? I bashku Kush të tha ty që i bashku kryqëzatave? A që kryqëzata e 1423? Kush të tha ty? Betejë e Nishit. Kush të tha ty? Që betejë e kryqëzatës për të rimbarë Ballkanin? Pas Skënderbeut. Jo, në pas jo. 1423-shin, 1423-shin, betejën e Nishit. Jo, prit mos. Juniadi e tjerë, polakët, austriakët, perandori, ajo, Papa i Roma. Skënderbeu u bë beteja, sepse ishte kohë që pregatite kjo kryqëzat që të rimerej Ballkani, që të shkëputej perandorisë otomane. Dhe pothuajse u arrit aty. Të mos i ngatrojmë. Tu u mashtrua Skënderbeu. Sa u bë deti Kosta. Si u mashtrua? Fituan tha perëndimi, siç bëjmë neve. Fitoi perëndimi. Jo, ai fitoi vetë. Rusia ai fitoi edhe një herë. Ai fitoi vetë, nuk fitoi për shkak të Nishit. Ai fitoi vetë. Çdo të trahtoi edhe një herë. Trahtoi shtetin e tim. Jo. Shteti ishte perandoria. Jo, shteti i tij ishte Shqipëria. S'ka ekzistuar shteti. Kush të tha ty s'ka ekzistuar shtëpia ime? Shtëpia është kuptimin e shtetit. Ai kishte shtëpinë e tij. Ai kishte shtëpinë e tij. Dhe kishte një feud, siç e quan ti, të tërë, ku të tërë pranonin ata si zot. Po, më mbrapa mbeti peng i perëndimit, sepse ata nuk e pranonin më Stambolli. Po sepse u tradhtoi perandorinë, si do kthehej, ai donte. Kush të thotë që donte ai të kthehej? Ai donte të kthehej. Ka qenë mentalitetin atë kohë. Kush të thotë që donte të kthehej? Po pse budallai ishte ai se dinte ku të vinte. Se dinte ai çfarë do t'i bënte sultani po të kthehej? Po patjetër pra nuk kthehej dot edhe ngeli. Dhe prandaj ngeli penga. Goxhamendje kjo. Goxhamendje kjo ore. Ju edhe një herë. Të lutem mos. Të lutem të mbaroj. Se kthim personale. Se me të vërtet po e kthim personale, po un jam kategorik në këtë punë. Un nuk pranoj kurrësi që të dalin teorira të cilat kërkojnë të poshtërojnë këtë komb dhe ta quajnë një komb i fandaksur nga mendësia e interesave personale të X-it apo të Y-it. Se nuk bëhen interesat personale të X-it të Y-it që sot 300.000 veta derdhe në shesh. Nuk bëhen interesat personale që gjithë një popull, 75.000 partizan, kanë luftuar në luftën e dytë botërore. Dhe nuk u bën për interesat personale të Enver Hoxhës, pavarësisht se ishte kush ishte Enver Hoxha. Domethënë, kur të mateni mire, të thoni që Kosova e beri luftën për interesat personale të Amerikës. Jo, Kosova e nisi luftën vetë. Kosova kishte domosdoshmëri të shpëtonte nga dhuna dhe nga poshtërimet e serbëve. Dhe nga fakti që ai e quan gjë të mirë që ajo Serbia po japte rrugën. Ja u hapi rrugën kosovarëve që t'ju merrte tokën, që t'i dëbonte nga tokat e tyre. Ishte politik,